Katër persona janë arrestuar nga policia pasi kishin ngritur 2 magazina në fshatin Brar, ku stamponin me logo false veshje të kontrabanduara. Përveç 4 të arrestuarve, 2 persona të tjerë janë shpallur në kërkim, njëri prej tyre shtetas turk, ndërsa janë proceduar në gjendje të lirë 4 punonjës. Në 2 magazina stampoheshin veshje të kontrabanduara me logo false të markave të njohura ndërkombëtare. Ato ishin të pajisura me makineri për qepje, printim dhe stampim me logo false të markave të njohura ndërkombëtare, të veshjeve dhe aksesorëve të dyshuara të kontrabanduara. Gjatë operacionit u arrestua konkretisht shtetasi Luan Haka dhe u shpall në kërkim djali i tij, Lindion Haka, bashkë administrator të njërës prej magazinave. U arrestuan gjithashtu shtetasi Ali Bushati dhe Giulio Lecaj, bashkë administrator të magazinës tjetër. Në prangara edhe shtetasi Arjan Hida, qiradhënën si pronave, ndërsa u shpall në kërkim shtetasi turk Ozgan Sulun, i cili koordinonte realizimin e këtyre veprimtarive kriminale. U procedua në gjendje të lirë 4 punonjës dhe ju sekuestruan sasi të mëdha veshjesh, 10 makineri qepjeje, printimi ose stampimi, logo të markave të njohura ndërkombëtare, 6 dokumente të shtetasit turk, një shumë lekësh, një si kompjuterike, një celular, si dhe sende e dokumente të tjera.